nga Mariela Stefanllari. Kjo koreano-amerikania ish ambasadore e Amerikës në Tiranë, së cilës Rama dhe Xhaçkaja bën gati kredencialet e përcjelljes përpara kohe, është futur në ujë nga lëvizjet tektonike në administratën amerikane. Yuri Kim ishte zëvendës ndihmën sekretare e shtetit, një post i rëndësishëm që mund ta mbajnë vetëm diplomat karriere të gradës ambasador. Posti i ri, senior advisor që ju dha, është një post afifk, thuajse mbushës, pas një rëndësi që zakonisht e marrin ekspert të rinj në profesion, sigurisht jo diplomat, pasi është kryesisht post politik. Fakti që ka zbritur në këtë drejtë mund që janë hequr edhe tituj diplomatik, sepse një ish diplomat ambasador nuk pranon kur të emërojnë senior advisor. Edhe diçka, nëse posti i zëvendës ndihmëse së sekretarit të shtetit është post halk, nyje e rëndësishme në zinxhirin vendimarrës dhe komandues, që ushtrohet vetëm nga diplomati i rangut të lartë, posti i senior advisor është thjesht post këshillimi, post influencues dhe raportues, që mund të ushtrohet edhe nga një sapo diplomuar, pa qenë diplomat. Ata të PD-s u gëzuan kur u shkarkua, por u idhëruan që mbeti ende në qilaret e administratës. Të majtët u idhëruan kur u shkarkua, kur kaluan në mashtrim ekstrem të opinionit publik mes mediave, kur morën vesh që u caktua si senior advisor, duke ja ofruar shqiptarit bakrin për ar 24 karat. Dhe nuk dëgjova ndonjë të djathtë të kupolës të bënte sqarim të kësaj që i ka ndodhur koreanes Kim me emërimi të ri që të orientohen njerëzia.